do të 330 milion, sa janë blokuar, e në qarkullim janë dikun 600 milion që i kanë munguar Kosovës, e plani tani për reformën që parat që janë darë për Ballkanin Perëndimor, 880 milion janë darë Kosovës. Do të thotë nëse në mesin e qershorit nuk kemi ne kuvend, marrëveshjat nuk ratifikohet, nuk kemi institucione që i tërheqin këto të holla dhe i fusin në ekonominë e Kosovës, të jeni të bindur që situata ekonomike do të rëndohet edhe më shumë. Shtoja kësaj situatën e sigurisë, që do të thotë ne po shohim lëvizjet se çka po ndodh, sot kishim do të thotë në raport që këto forcat e Serbisë për të bërë një përsërim afrohen përsëri afër, pastaj ndryshimet dhe turbulencat gjeopolitike, kurse ne ku kemi mbetur Kosova, gati 3 muaj më duket numruam, duke i numru votat nga një, dhe tashti jemi duke u marrë me emrin Albulin Agjiut, dhe mos të harrojmë që të për qytetarët e kam. Komisionin të cilin po mundohen të fusin, është vetëm kamuflim, për mos të përsëritur emrin Albulin Agjiut, se me siguri edhe ajo nuk ndihet mirë, dhe e kanë gjetur këtë mënyrë si për kamuflazh që kinë se tani kemi me ngesur këtu. Po kjo komision po bëhet për të votuar fshetas për sëri Albulenën. Qartë, fshetas nga kush? Po, fshetas dhe të t'i marrin votat, t'i marrin votat nga ndonjë deputet të cilit këta mendojnë që, se madje po përflitet që janë 2 deputet të LDK-s, ka dikush në PDK. 3 të PDK-s, por po përflitet më shumë të lista serbe. Po, edhe atë e kanë sepse nëse ju kujtohet, në fillim, edin kur zonja kjo, ministria Gërvalla, kishte thënë që shumë po friksohem nëse na votojnë lista serbe, imagjinoj. Elizabeth, ndodhë se ka një diskursin e saj që nuk dëshiron të varet nga votat e listës serbe, sepse ata kanë arë në pushtet gjithmonë dhe kanë proklamuar qeveria juaj është varë nga votat e listës serbe, është arë me votat e juaj, do thonë mundohen të më skrijojnë kësi hapësira publikisht, me që ato këtu matematika mjën shumë bazike, pra e qëfar duhet thome pajto me zotri Zenaj, në fundit të si një qytetare, ne kuptoj qytetarë të anë që janë të lodhur dhe mund të jenë shumë të lodhur, kam plitur, kam pas pritshmëri absolutisht të mëdhaja, dhe mendoj që to ka qenë zhgënjimi dhe mendoj shumë më i madh, po në anën tjetër, mendoj që qytetarët ata do të mobilizu pa udhëheq një parti politike, pa udhëheq një shoqëni civile. Sepse në fund të ditës Gonxha ata po marrin, unë po e quaj kështu super rroga, për një me super rroga për standardin ton, dhe mirëqenia e qytetarëve tonë është çdo ditë edhe më e cenueshme. Edhe pajto me zonjën Shkodra, sepse njerëzit orientohen në qytete të mëdha, në qytete ku ka qarkullim, po jo vetëm ato se varfëni ka edhe në vende urbane, madje ma keq qëndrojnë, se sa zonat rurale që mundën mund gjindën qëfar do varianti tjetër, po nuk është veç kjo, ne do të mesë për te qësaj, qka po bëhet me trit, qka po bëhet me sektorët majetike, nuk kemi zhvillim ekonomik. Pra, në kushte normale, do dojnë mu marrë naj mas me bloku qatë kuvend, po ju më na ofrua ata shfaq që vish pëse po dojnë ka 10-15 minuta, edhe po thujmë adje po lodhemi, hajde pe bojmë ka një her njoftë. Nuk kjo është ma që sharake. Propozimi i lëvizjes vetëvendosje, prandaj kjo e ka përgjegjësinë më të madhe. Po, në fund të ditës këtë kanë marrë vota, zonja Shkodra. Unë e po pajtu. Kretë kanë marrë vota, mirë po... Një të e prejashtu edhe një instancë shumë kryesore, bën pjesë edhe është jashtëzakonisht etike. Në këtë rast është gjykata kushtetuese. Gjykata kushtetuese sot është përfshi për 2014. Për 2014, ka po luj me që ato? Ka dhoni interpretim, për tash duhet me jam ndryshu argumentin. A duhet të këshaj? A duhet të këshaj edhe a duhet të reagoj gjykata kushtetuese? Trekon shi që në qëtë ku është e nevojshme me funksionu, edhe që po mungan, Gonxhe, është gjykata kushtetuese, presidentja dhe populli. Që do 3 instanca e ki për momentin fuqiplote dhe që duhet me ndërmarrë diçka. Si pas që presidentja, a po do mu përfshi, as po do mu përfshi? Ka qenë një tendencë me përfshi presidentën këta dhe mjallon? Nuk ashtu që është e përfshime në kuptimin diplomatik, që me përfason Kosovën edhe mirë shumë po bënë. Po nuk e kemi luksin me nej që ka gjatë jashtë Kosovës, presidentja, sukur kish pas me kun me një qeveri funksionale, me një kovend funksional. Duhet më këthy në Kosovë, në shpit vetë, duhet me thirë të ke fundit, nuk është presion asë në dikim politik, për shkak se presidentja është e para e vendit. Po, absolutisht. Për me rujtë unitetin institucional, me rujtë me smërshitën një ngersh, i cili masanej prapakthimi saj ka lem pasoja, duhet me taku me kryetarin e gjykatës kushtetuese, edhe duhet me e shfletuat kushtetut. Kushtetuta nuk është e vdekur. Është ma moderne ja mundshme. Edhe si në bazë të njenit që je hep kompetencat për me rujtë unitetin, edhe në bazë kompetencave që jep kushtetutës si gardian, gjykatës kushtetutës si gardian e kushtetutës,
edhe kanë mundësin me gjithë një alibi dikun, të cilin kishin mujtë mjau interpretu këtë neglijencën këtyne deputetve, se pa logik, të pa men,